Përdoruesit e patinave dhe ciklomotoreve elektrike vijojnë të jenë një kategori me risk të largë për përfshirje në aksidente rrugore, me qëllim shmangjen e ngjarjeve. Nga ana e policisë janë duke u kryer kontrolle për personat që nuk zbatojnë rregullat e qarkullimit. Përgjatë 9 muajve të këtij viti, policia ka evidentuar një numër të shtuar të incidenteve që përfshin patinat elektrike, si përplasje me këmbësor në trotuare, por edhe me automjete në rrugët kryesore. Shifrat tregojnë për rritje të numrit të përplasjeve me persona të plagosur, por edhe dëme materiale të shtuara. Patinat elektrike në të shumtën e rasteve përdoren në mënyrë të pakontrolluar, pa asnjë pajisje mbrojtëse nga të mitur dhe në vende që nuk janë të përshtatura për këtë lloj lëvizjeje. Stresa më problematike e përdorimit të këtyre mjeteve është në moshën 14 deri në 19 vjeç, të cilët janë përfshirë dhe në ngjarje. Specialisti i policisë rrugore Elmas Veli tregon për Klan News shkelje që evidentohen më shumë në rrugë. Problemi është edukata rrugore që këta përdorues rrugë nuk e kanë, pasi qarkullojnë në kundërvajte me karrexhata, qarkullojnë pa respektuar shenjat e semaforit, qarkullojnë nëpër trotuare dhe bën rrezik si për veten e tyre dhe për përdoruesit e tjerë të rrugës. Specialisti i rrugores tregon ndër të tjera nëse përdoruesit duhen pajisur edhe me leje drejtimi për këtë kategori. Për ciklomotorët që janë me fuqi mbi 0.25 kW dhe deri në 0.45 kW dhe me shpejtësi të maksimale deri në 45 km/h dhe janë mbi 16 vjeç, duhet pajisen me leje drejtimi të kategorisë AM. Gjatë vitit të shkuar, për drejtuesit e këtyre mjeteve janë vendosur rreth 192 masa, ndërsa gjatë periudhës së këtij viti, këto masa janë ashpërsuar dhe janë ndëshkuar 1800 persona për shkelje të ndryshme.